Pritet luftë civile në Amerikë në 2026. Alfred Sako diskuton për SPAK-un, Ramën dhe çështjen Balluku. Në Shqipëri, tensionet politike po rriten dhe opinionistët paralajmërojnë për zhvillime të rëndësishme që mund të ndikojnë jetën politike të vendit dhe në ekuilibrat global. Alfred Sako, një analist i njohur, ka bërë komentet e tij që kanë ngjallur debate të shumta. Ai ka analizuar situatën e brendshme duke veçuar rolin e SPAK-ut dhe ndjeshmërinë e zëvendës kryeministres Belinda Balluku, e cila përballet me akuza lidhur me korrupsionin. Sipas Sakos, kjo është më shumë se një çështje lokale, është një lojë e madhe që përfshin interesa politike, ekonomik të jashtëm. Sako gjithashtu nënvizoi se Balluku është sabotuar për shkak të vendimeve të saj që kanë prekur interesat e vendeve si Franca dhe Hollanda. Ai shpreu shqetësim se SPAK po përballet me një precedent negativ, duke aluduar se pavarësisht masave të ulta që u vun ndaj saj, situata e saj do të përkeqësohet. Analisti e shohin këtë si një betejë të papërfunduar ndaj korrupsionit në Shqipëri. Ndërkohë, ai komentoi një koordinim mes politikës së Berishës dhe Ramës në luftën e tyre kundër SPAK, duke sugjeruar se problemi nuk është vetëm korrupsioni, por edhe roli grupeve të tjera të interesit. Për më tepër, Sako parashikon zhvillimet papritura në arenën ndërkombëtare, duke paralajmëruar një luftë civile në Shtetet e Bashkuara deri në vitin 2026. Ai e lidh këtë me rritjen e tensioneve globale dhe rolin e vendeve si Rusia dhe Kina, të cilat po kërkojnë një rend më multipolar. Sako thotë se këto vende janë të gatshme të sfidojnë domosdoshmërinë amerikane dhe paralajmëron për rreziqe të mundshme bërthamore, duke vendosur botën në një gjendje lufte të mundshme. Në përmbledhje, kjo situatë politike dhe ndërlikimet globale krijojnë një atmosferë të pasigurt në Shqipëri dhe përtej saj, duke kërkuar vëmendjen e analistëve për të kuptuar se si mund të ndikojnë në të ardhmen.